Mendoj që Silvinjo vështirë në aspektin taktik e kontrollon Brojen. Broja është një futbolist me potencial jashtëzakonisht të madh, një futbolist i cili më tepër individualist, i cili zgjedh problemet në fazën e sulmit, dhe ju keni pa se shumë mbrojtës të kalibrit evropian edhe botror nuk kanë mund me ndalë në Serbi Brojen dhe shumë me lehtësi hinë në zonën e 5 metrëshit deri te portieri, por pastaj vendimet e tij, bashkëpunimi është pakës më i vështirë dhe Broja është futbollist i cili tani po mendoj që vështirë komponohet në grupin dhe filozofinë e lojës së Silvinjos. Kjo unë mendoj kështu dhe po mendoj që Broja vetëm është futbollist me aftësi individuale të cilat duhet me i shfrytëzu, edhe unë besoj që në ndeshje vendimtare Broja është ai futbollist i cili i nxjerr ekipin edhe futbollist i cili me lehtësi hin në zonën e rrezikshme aty ku mund të rrezikojë kundërshtarin. Prandaj sa ka nxjerr nga potenciali i Silvinjos, unë mendoj se nuk ka nxjerr maksimumin, po jo me fajin e Silvinjos, kjo duhet me qenë edhe me fajin e futbollistit. Broja me Jordanin u tregua jashtëzakonshëm edhe me golin, por edhe me asistimin që bëri, edhe me lojën, po duket shumë kush e shat që një kohë e pret shpërthimin e tij, por sikur asnjëherë nuk vije, pra një shpërthim në ndeshjet vendimtare, ani pse ka depërtime shumë të nevojshme, rrezikun që paraqet. A besoni që ky është potenciali i tij kaq ka prej Brojës, pra nuk duhet pritet se që një kohë të gjatë sikur gjithë e presin kur ai do të shpërthej në ato momente kur i duhet më shumë Shqipërisë, por nuk është se ka ardhur deri tash. Broja fatkeqësisht ka kaluar për shumë periudha të lëndimeve, kohëve të fundit, në 2-3 vitet e fundit ka pas shumë lëndime të rënda, sidomos intervenimi në gjurin e tij para një vjet e gjys ka qenë është ndër intervenimet të rënda të vështira dhe rikthimi është shumë i vështirë, po ai është rikthy, është i aftë, është në gjendje të mirë dhe kjo shihet qartë në ndeshjet që ai ka zhvilluar në Leskovec. Unë mendoj që në Andorë do të jetë Chelsea i zgjedhjes së problemit, sepse Andorra është e vetëdijshme që Shqipërisë i duhet fitore, i duhet rezultat pozitiv dhe me siguri se do të mundohen që me kundërsulme me dënu. Kundërshtarin aty Broja është zgjidhja e mirë sepse është individualist. Zakonisht në mbrojtje të fortë përposhtë sa aty në sulmeve që vinë anash, depërtimin 1-1 është zgjidhja e mirë tek mbrojtja me numër më të madh lojtarëve. Unë e shoh Brojen si zgjidhje kundër Andorrës, por jam i sigurt që në momentin kur është në kulminacion ai homogenizimi i grupit, sepse grupi kur fiton në aspektin psiqik, sikur se që ishte ndeshja në Leskovec, në ndeshjen e dytë kundër Jordanis, me ekipin e dytë, me përbërjen e dytë, fitoi pas një problem, shënoi 4 gole. Dhe kjo është atmosferë që krijon siguri, krijon vetbesim. Edhe ç'a duhet me përmend në këtë vetbesim, në këtë motivim të grupit, sepse vërtet grupi është shumë i motivuar. Kur jemi te motivi, nuk mundem me lënë pa e përmend se kompanjë qizime në garderob, ku pregaditen në garderob aty ku veshen futbolist, sepse dikush jetojnë gjvehtore, se kom has diku që kjo fjalin nuk ekziston në fjalorin. Në fjalorin e gjuhës shqipe. Vetëm, nuk është vetëm gjvehtore, sepse aty garderob ku pregaditen veshen edhe i ndrojnë fanelat. Vishin me fanelat sportive, si do që tjetë kjo tjetër. A që është ma interesante është ty, tërë kohës dëgjohen këngë motivuse të Ilir Shaqirit. Do më thonë, gjdo gja që ishte aty ishte në këngë të cilët këndojnë për gjitha trimat tonë, këngë për Adem Jasharin, pëndërpre, mora harkun, ka qenë pandërprej edhe mas ndeshjes, edhe gjatë ndeshjes edhe pas ndeshjes. Si në garderob, ashtu edhe në autobus. Do më thonë, është këndu dhe është motivu. Ky motiv është në nivel më të lartë. Edhe fal këtij motivi nxjerret maksimumi i kësaj përbërje e cila ka gjasa me lujt në botror. E fundit për te pjesa e sulmit Shqipërisë është edhe Manaj që shkëlqeu në Leskoc me paraqitjen e tij, por është edhe Daku dhe Uzuni. Pra,
ndonë se nuk është që sulmi i Shqipërisë ka qenë shumë i frytshëm kohëve të fundit, le të themi qoftë edhe në Evropian, pra gjithmonë golat nuk është se duke u shënuar nga sulmuesi tipik. Sa e fshini të vështirë për Silvinion të menaxhoj gjithë këtë grup. Tash Manaj mas kësaj gole natyrisht imponohet paksa, por edhe Uzuni luajti një ndeshje, sidomos në aspektin defanziv, të jashtëzakonshme. Daku ka mbetur. Për qenë sinqert, unë mendoj se Uzuni ka qenë ai lojtari i ndeshjes i cili ka dhënë shpirtin në fush dhe përballë ka pas njëri prej mbrojtësve më të mirë të Evropës. Unë e di atë edhe kom pas rast me pa. Dhe Uzuni ka qenë futbollisti i cili ka vrapu shumë, Uzuni ka qenë futbollisti i cili më i disciplinum ka zbatut gjitha detyrat e trajnerit në fazën defanzive, po edhe në fazën ofensive. Që është e vërtetë, unë mendoj se Daku e ka vendin në këtë përbërje, sepse është ma depërtus, ka ma shumë karakter, ka ma shumë guxim, edhe nëse analizojmë lojën e Dakut, kohëve të fundit, Daku është njëri prej sulmuesve më të mirë në kampionatin rus, me shumë respekt, me shumë efikasitet, edhe unë po mendoj që është koha që Daku të startoj dhe të tregoj cilësitë. Bashkë me Brojen apo me kë? Po, unë mendoj që duhet jetë Daku edhe Broja duhet jetë aty, nuk diskutohet bashkë me këtë grup të lojtarëve, po mendoj që mund të jenë shumë efikas. Okej. Mirë, në fund do i kthejmë Kosovës edhe një herë, duke qenë se të dy ndeshjet u arritën 3 ndeshjet, ku arritën 7 pikë, u arritën realisht jo me yjet. Dhe në anën tjetër e shohim publikun ku edhe në ndeshjen me Sloveninë, por edhe në Suedi kërkonin që Zhegrova të futej në lojë. Pra, ju pëlqen tifozëve të Kosovës, dardanëve, pak loja më sulmuese. Duke qenë që Foda arriti 7 pikë me lojë më defanzive, me lojtarë që nuk janë konsiderohen ato yjet, le të themi, ku mungon Ramani dhe Zhegrova sidomos, a besoni që duhet të vazhdoj ndeshjet e së ardhmës që i kemi tani, kundër ndeshjen e parë që e kemi tani pra në nëntor, dhe 2 ndeshjet e fundit, a duhet të vazhdojët me të njëjtin model Foda, apo duhet të rikthehet lojës më të hapur, më ofanzive që ka zhvilluar? Si mendoni? Mënyra si do të luni kundër Slovenisë, unë varet për asaj çfarë rezultati do t'i konvenon. Edhe më varësisht për lojtarëve që i keni në fush. Deri tash është tregu shumë efikase kjo mënyrë e lojës të cilën dhe ka përzgjedhur Foda. Do të jetë shumë vështirë me Sloveninë, po e potencoj, por kalibër si Zhegrova, unë mendoj që Foda din me e shfrytzu. Do të din me e shfrytzu edhe në Sloveni. Prandaj, po mendoj që Zhegrova vetëm do t'i kthehet formës, dhe sigurisht që ka vendin në këtë përbërje, sepse është njëri prej futbollistëve shumë cilësor, dhe ai do të jetë futbollisti i cili përforcon ekipin tonë, është pjesa shtesë, pjesa përforcuese, pjesa e cila e rrit cilësinë, sepse Zhegrova nëse është